Si gjeta Verona. Faleminderit për kohën, kur ke ardhë? Kom ardhë që një javë. Që një javë. A pëta bujnë halo njerëzit që të pytjen, kur ke ardhë, sa kime najtë? Sa kime najtë, po. Hajde ratohemi. Shpresoj që kemi me e kalu mirë. Po, pa tjetër me ty. A pret me shumë qef këtë ardhje në Kosovë. Sa ko për para fillon me u përgadit? Unë kam shumë shoqe që mi jetojnë edhe jashtë vendit, nisin atë numrimin mbrapsht që 3 muaj për para. Edhe përgatitjet, edhe blerjet, edhe rezervimet. Ti që shë ke? Ashtu edhe unë njëjtë, edhe koha në Kosovë është ma e mirë, familja. Koha verë, nuk e diha për shenë. Ma verë kemi në studio. A ke bu pushime? Pushime ala ju, po shpresoj që po pa tjetër. Ku ke vende kështu të preferuara për verën? Bregdetin shqiptare, ke po, i ke vizitu krejt vendet? Mirë është, mirë, po dikun sa ma ofër për shkak fëmive, s'kom qef mi mundu, po sa ma ofër, besoj në Malësi, ose edhe në Shqipëri banë. Në Shqipëri e ki ma ofër. Po. Për 3 oras nuk mundohen ata, plus që vendi i bukur, ma ndej e haron edhe këtë lodhjen. Sa ko të bo jashtë Kosovës? 16 vite. 16 vite. Kogja periude gjatë. A e mendon akoma rikthimin do njëherë të përhershëm, apo me fëmijët ma ndej edhe integrimin e tyre atje? Rikthimin në Kosovë, për menon. Po, pa tjetër, se me qenë se je British, dy mundësi për jetë, edhe në Kosovë edhe në Angli. Shtu që kom e qenë gjithmonë 2 anët. Në të 2 anët, një farmesi. E këthejemi krejt në fillim edhe të të këtej pak në kohën e studimeve të tua, edhe në aktrimin atëherë, besa pse jo me më tregu, a ke arrit me i rujt kontaktet edhe raportet me miqë të atëhershëm të studimeve, me kolegë të atëhershëm? Po, pa tjetër, edhe kur takom shumë i mërmalli, edhe mu për ta se kemi pas shumë kohë mirë. Edhe, po, pa tjetër, kur takom, shihëm, po shumë rallë. Se pasi kryem familje edhe nuk i fërt... Unë shumë e ngarkume, se djallin e kom 2 vite edhe pak ma te për dëmë për kushte. E do në kohën e vetë. Djallin e madhë tash ma letë e kom e djallin e madhë. Dhe që shtrita. Kush janë nga këta emrat që mund të përmendim që ti ke pas, pra keni kryer paralelisht studimet bashkë edhe keni rujt një mitësi të ko pas koshme kështu duke u po? Ylber Bardhe, Arta, Besforti, Ermali, Mirsadi. Kjo është nga këto gjeneratat e arta, mund të them, e sidomos gjeneratat që kam pas nderin edhe të prej kujt mësojnë, me thonë drejtë, në? Që shtuar me unditi këj fakt? Në atë kohë, profesor Faruk Begolli, do me thonë, është këtë diçka tjetër. Ka qenë arti maj mirë felt. Edhe kom fatin që ka qenë profesori ime, kështu që e vlerësoj shumë atë kohë. Ata që kam pas fatin me njoftë për së afërmi edhe me qenë studentët ti, thonë që ka qenë shumë i afërt edhe në raport edhe me këshilla për jetën, jo veç për profesionin. Qka kujton nga bisedat me këshillat që kanë da me ti? Po, ka thonë për shambull përveç që je bukur të regoj publikës që je edhe talent. Edhe kur të shike diçka që si e mirë, bërë të ke. Po, qatu këshillave të besimin e kom pas, po profa më kanë dimu shumë a shumë e fitu vetë besimin. Që të janë kryesorët, po s'podim sakt qka, po ka shumë. Ka shumë, sigurisht, një periud që e ki në mendja edhe nuk haron, nuk harohet. Absolut. E kom pasin për kraje shumë të madhe, po ashtu dhe prej Arbnisha Grabovcit, që e përqafaj shumë. Bucin, japim një përqafim prej studios këtu. Po, shumë ka për kraje dhe buce, kështu që kemi kalu te për mirë, jemi konë si familje. Qysh ke qenë ti si aktore, pra cila ka qenë roli ju t'i parë dhe ato emocionet e tua të para? Në familje moderne. Edhe për njëherë e arrita një famë shumë të madhe që s'disha shka po ndodhë. Ka po vjen. Fjallët e mija u përmenshin rrugë kërët shka, o zës po me besu, a beson pak nga rkesu, pak, me thonë roli i parë ka qenë familje moderne. Nga këto të tjera që i konsideron, a ke pas emocion, që shë ki përjetu, e kujton vetën duke ushtru, edhe ndoshta
së rushtru gjatë gjithë natës për gjirimet e së nesërmës? Jo, vërtet nuk kom pas hiç trim. Jem di shumë mirë edhe që jem e rrethuar me aktorë që kanë eksperiencë shumë më gjatë se une. Kështu që se kom pas ndaj problem para kamerave se... Jo, pra, kamerat e fotoaparatet ti ke qo, ti ke qenë edhe modele, ke pas edhe këtë eksperiencën dhe punën qysh prej para ka shumë vitesh me pozimin edhe reklamin me brendeve të ndryshme. Pse nuk e vazhdove si rrugtim? Ose ndoshta e ke bu veç si hobi për qejf? Nuk e kom vazhdu për shkak që nuk paguash sa duhet. Edhe artistat nuk vlerëson sa duhet. Edhe thjesht me kohën, krejt senët. Me qenë modele, ka që vite ma përpara që po flasim, 16-17 vite, ka qenë ma ndryshe perceptimi i shoqënisë për një vajzë modele? është paragjyku më tepër? Po, më kam paragjyku rrethi, pa tjetër, po se kom pas atë problem, që ka thoi njerëz, rrethi pra më kam... Si është po në atë kohë? Qka ke dëgju ti për një vajzë që e bën punë e modeles, që në fakt kudo në botë vlerësohet shumë edhe është një nga punët më të paguara? Po, loj komente, të mirat, këqia, që shfare. I kështu si natyrë që se ke vra fort menje, po veshin fort. Kënej kanë hy, kënej kanë dalë. Po s'ka qenë e letë në atë kohë, në fakt. S'ka qenë e letë. Se ka qenë, do më thonë, modele prej moshës 12 vjetë kom fillu, po e kom dërprej pak, pastaj në shkollë gjimnaz, më kanë kërku me shkur sfilato s'ban. Nuk kisha dëshirë thjesht, fort për shkova. Me bu për qejf, se the që nuk është vlerësu as prej anës financiare, as modelizmi e as aktrimi. A ka qenë pikrisht kjo një prej arsyeve që të bënën ty pak me u lëkunde dhe me u tërhek prej aktrimi? Se ke qenë edhe në teatr, apo? Po, pa tjetër. Teatr, në filmat, metrazhit gjatë, shkurt. Po, perspektiva, më ka bo pak që s'ka perspektiva është madhe, më ka bo dhe mu largu. Qysh ke momenti, ose qysh rodhi historia jote me shku në Londër? Thjesht vendosa për njëherë college atje, 3 vite, për gjuhën angleze, edhe shkova direkt. Veç pata nevoj për një hapësirë, shkova, thashtë të provoj edhe atje diçka ma me perspektiv për jetë, edhe qashtu. Qysh u gjinde? Qysh kënë ditë të para, javë të para? A e nisi me të marrë malli për Kosovë, për familjen këtu? Shemi mësu nga Kalablak njerës, ashtu atje ma shumë vetë, të ishte qysh njerës ma të ftoft. Në fakt janë ma të lumtur, ma friendly, po gjithkohën të punu, jeta ma dinamike sene, ka ku kërkush atje, gjithkohën punë e sene. U mërzit që në fillim për familje, po kur shkon me një qëllim edhe normal që... E bon kompromisin me vetën, a? Qashtë, po. Ndoshta si ke mendu që keme mbet ka gjatë, i ke mendu që po shkon për studime dhe këthejmë. Po, nëse së më pëlqen, kom thonë këthejhëm, po ka pëlqy shumë. Njerëzit janë shumë të ngrohtë, shumë të mirë, edhe të ofron shumë ai vend. A po atë për krahjen e familjes tu, apo u mërzitën për ike, normalisht që është i familja ka qef me majtë fëmijën brenda edhe me pas afer. Qështë e ke pas... Por nuk mu kanë përzi, e kanë respektu dëshiren tem, e kanë di që e kam ata fëtile. Kështu që, okej, su konë diçka problem. Mirë po kom pas vështirësi normal, se kur je studente, pa dokumenta është ma vështirë, po në ndërku mu ka deshtë edhe me punu edhe në shkollë. E pastaj kur e mbona në shtetësin, gjithë gjë ma letë, të hapën dyrt, shumë, për gjithë gjë. Sa ku kishte prej ardhjes mandej në Kosovë? 2 vite gjys? 2 vite. Kom ujtë me ardhë. Më ne kështu me, kur kom prit për dokument, mu ka desh me prit pak ma gjatë. Po kom ujtë me lëviz, kur kom dashë, se kom shku studente. Okej, ke pas mundësi me lëviz. Po, kom pas mundësi me lëviz, po në shkollë kom qenë gjithë kohën, po pushime, visha. Sa vjeç ke qenë kur sjellën jetë fëmijën e parë? Po, 31. 31. Po. Ishte diçka që të ndryshoj, apo ti ishe mjaftueshëm e pjekur edhe e gatshme për këtë sfidë dhe epitet ka shtrëndësishëm me u bonan? Po, është shumë ndjenje mirë, edhe thjesht tamon kur kom desh tonë.
qatë ko. S'kom desht ma herët, as ma vonë, edhe më ditë tepër mirë. Se vetë kom desht, dhe me thonë, me fillu me kryu familje. Jo veç fama. Njeri do të me pas edhe me mendu edhe me kryu familje. Sigurisht. Kështu që... Edhe pse dikush shpeshherë vajzat në shoqërinë varësisht edhe në cilat zona rriten, e kanë këtë presionin e krijimit të familjes në moshë të hershme. Po. E kjo u apamundson atyre edhe me ndjek ëndrat. Ëndrat e veta. Karrierë. Po. Cili është mendimi yt edhe ti prej historisë tënde? Çfarë mesazhi u kishe dhënë vajzat Po. të reja? Shkollohune edhe punone pa ndërprej. Mos prit një askush me ja ndryqu jetën, as mos prit një asgjë nga askush. Pritja nga dikush dëmton shumë. Kështu që vazhdo, atë që e dënë, bone me vetë besim, përkushtim edhe disiplin, edhe kemi arrit. To janë fjalët që besoj duhet ta inkurajojnë se cilën vajzë me vazhdu përpara. Përpos djalit të parë që përmende, ke dhe të voglin Sharaxhiun që nuk e di a është shërë, po është, ja pas të qëllu, nuk e di pse, se më duket këta të dytit, me që janë vetë edhe dyta, më duket jemi pak ma të lastum kështu, na kam vo vetë. Sa kanë ata... Diferencë në tipare, sa ngjasojnë me njëri tjetrin, a janë tipat të ndryshëm? Janë gjajshëm, po i vogli është është shumë bën shere, ta rutullon shpinë për një sekundë, edhe bashkur e rda këtu, që ja lash tezës, ta është adin qka, le me bo qka dënë, tha, okej, këmë e lo me bo qka dënë. Se more, që to hapsi da kishim pas, pak na i studio ishtë dëmtu. Po, se di që ifton edhe fmi, kom pa, po... Në herë tjetër, po, kismet në herë tjetër. Që shi ka në emrat? Aniku edhe Omari. A ka në histori veçant, ose a ke pas, ka shumë vajza që kom dëgju, i fiksohet një emër, shumë kohë për para se me u bu në anë, edhe thot, qka do të dali, këtë emër ka me pas. Po, one për vajzë të isha nëse bëj, ja lonë emrin, po djemt i kanë lonë familjes. I kanë lonë të familjes, okej. Bukur shumë, a kemi në fotografi të fëmive të shohim? Okej, ndërkohë do të na dalin. Në aspektin tjetër për post të modelingut, aktrimit, të zhvillimit të në tjetës personale, krijimit, familjes, ti po ashtu je fokusu, ani pse je punon edhe pas kaq vitesh je fokusu edhe në diçka tjetër. Ke investu edhe në pjesën e asaj të dish më shumë për të bukurën edhe kujdesit ndaj vetës. Pra dukesh edhe e kuruar edhe e ke qenë gjithmonë kështu? E interesuar si të kujdesem të tipi lëkurës, që atë bëjme me fytyrën, me tretmanet. Edhe shumë shpenzime kom bo për parfuma, për make-up, për këto. Gjithmonë e kom pas vetë dëshirë. Edhe në ndërkohë fillova dhe atje beauty therapy me përfundu, në Londër. Po kom ende levele tjera mi përfundu, po sa do pak që kom përfundu levelin e parë, kom jaft një huri, po edhe vetë kështu kom pas një huri. A ke nëjë sekret, kështu që na kështë ndanive me thonë, kjo është një rutin që duhet me përdo? është shumë e letë, SPF, pa tjetër, gjithë kohën me përdor. është shumë i rëndësishëm SPF. Krem me faktor mbrojtës kundër djelit. Kundër djelit edhe plurit edhe gjitha, mbron shumë, po edhe shërkë që ka SPF edhe ajo ta mbron ftyrën, ta mbron shumë. Një masazh e besoj që vlen veç për vajzat, a? Për gjithë... Se ne, u mytëm të jap djemve këshilla, po s'podojnë me i marë. Nuk jam veç për ne, janë edhe për ju. Për gjithë. Për gjithë, po. Që fëmijët, këto. A, që e sa të bukur. Faleminderit. Të pas kanë gja, ko gja? Ajo është mazë shkanë, po kanë karaktere... Diku një mikë si lezeqëm. Ajo është shumë i pëlqen futbolle, se po pëndroj temën, po... Ska derë, se këtë jemi, po, okej. është mirë çdo mbrëmje me bo një masazh ftyrës. 2-3 minuta, s'duhet ma shumë. Masazh vetës? Vetës ftyrë, po. Me duar? Me duar, shumë e thjeshtë. Do me thonë, me një vaj që të përshtatë ty për fytyrë, e bën 2-3 minuta, çdo mbrëmje, ndihmon për këto linjat tisbe, ngritja e lëkurës është, do me thonë, pa tjetër të bëhet mrena javës, është natural, kështu që të bëhet vetë, mandej rreth rreth syve fillojnë mu zben, që fësi i ki është shumë e mirë, është shumë me efikasitet,
A bën me i miksu edhe me intervenime nga pak të botoksit e këto të tjerave, apo konsideron që mundemi me mirëmbajt lëkurën edhe veç në forma tila? Po, edhe pa botoks, pa tok, mund është edhe tretmane me injection që janë vitaminat, është mirë me mirëmbajt, po kjo diçka e thjesht që mund është çdo kush me bo dhe s'kushton asgjë. Çdo mbrëmje, domethënë. Okej, se te pjesa e kostos, po m'duket paske shpenzu shumë, ashtu që shumë të. Sa është na i vlerë ose na i krem bash trejta që ti ke mujt me vlerë? Sa manjake e shpenzimit? Okej, 500 euro. Një krem? Një krem e ftyrës, në Londër që e kom ble. Ma përpara, se kur kom kriju familje fëmi, atëherë jom nalë. I ke nalë pak shpenzimet? I kom nalë, po. Ma ndë edhe pak. Sa gjatë bëj ka jo krem? Jo, nështë ta 6 javë në Island. 6 javë, po dhe po. Ja, është ditë pak shumë, bala. A ma ja vlim për ftyrë kremat e mirë. Ma mirë krema e gjana se që po bojnë sene shumë me lift, me pejnato. Ato nuk i preferon, a? Preferoj, shumë kërdit shumë. Shumë kërdit shumë. Kur po vjen në dalimin e vrenë në Londër, duket veç londinez nuk ka. Në kuptimin që krejt bota jeton në Londër, i bie të shohësh nacionalitetet të ndryshme, bukurit të ndryshme të vajzave. Kur vjen në Kosovë, çka tallojmë ne me nacionalitetet e tjera? Nga aspekti i mirëmbajtjes edhe dukjes në përgjithësi. Po, atje dallon dita prej natës. Atje nuk e sheh kërkon të lyme me shtiklla ditën. Do më thonë janë shumë thjesht. A këtu shumë garkum, shumë herë se dallojnë ditën prej natës. E prej aspektit të grimit edhe... Edhe grimin, po dhe? Ndërhyrjeve... Edhe atje bojnë ndërhyrje, po i bojnë ndërhyrje që janë ma klasi, ma që nuk vrehen, kështu shumë që shpobon krejt njejt, atje janë ma, e mirëmbajnë ftyrën me këto tretmanet e advancume që janë, po sa ma klasi duken. Jo të tepruara. Po, bile edhe në flok nuk përdorin shumë, tash po foli për ato që janë në kategori ma të lartë, nuk përdorin është ta asë kështu highlights me bo, nuk i bojnë, po i bojnë vetëm me ngjyrë, pa bleq. Okej, pra kanë krejt një formë të naturales që e preferojnë. Po ka dhe, no, e në mbrëmje, krejt ndryshe. Apo nuk dalohen prej, nuk i nja? Shveshme, krejt ma ndryshe jam se prej ditës. A kishe qene gatshme me u kthy në aktrem, apo të mungon? A kishe pa vetën pjesë të ndonjë seriali, filmi? Pa tjetër që po, në që së më ofrohet një roli mirë dhe paguho mirë, pse jo? Sa kishe qeni pagese knaqshme për ty, për shambull që e konsideron që është e meritume, për shambull për një epizod një seriali? Se kështu shkojmë duket me epizoda? Po, me epizoda. Për para, ka qenë dikon 300, më zga bofsha, ta është sigurisht që është rritë. Ty, sa tu kish duk... Epizod. Dakord. 400, 500. Okej. Mirë, që ta kenë parasysh nëse po nashe dikush edhe merë mundin, ndër këtë shme, mës më thira. Ja, se nuk kam nevoj, adin, se kam edhe aqë për momentin. E kishe bo veç për pasion? Për pasion. Okej. A me jap një mesazh për vajzat e reja në fushën e aktrimit, që janë ose në periudhën e studimeve, ose e kanë atë, po them, atë ndrojen edhe shtypjen ndoshta pak nga ana familjare që leje se nuk është diçka që mundet me vazhdu shumë gjatë, mundet me cilë përfitime. Çka ju thuti sot pas kaq vitesh kur e ke nisti aktrimin? Vazhdojnë e bënë ata që e dëne, që se ki me shumë dëshirë, pa tjetër që kemi arritë, edhe mos u ndalë, bëndi tjerë që ti kemi arritë. E vërtet, kjo është forma më mirë. Kushdo që të shonë në ty, ti thuj prit pak se ta dëshmoj me kohën. Absolut. Ardit, faleminderit shumë që erdhe në këtë takim bashkë me Musat. Falem për gjithçka, pak për familjen, pak për ty, edhe për kohët të ktheva pak në vite ma përpara. Shumë suksese. Suksese edhe ju. Shpresoj të kemi në i projekt edhe tani të flasim për punë të reja. Okej, tani jam në minutat e fundit.